Vjedhjet e hapura në zonat urbane të vendit zën vendin kryesor në numrin e vjedhjeve në tërësi, gjithashtu është lloji i krimit me ndjeshmëri të lartë dhe me impakt negativ tek opinioni publik. Në tërësi tek vjedhjet e hapura përfshihen që nga vjedhjet me dhunë apo me armë, vjedhjet në xhepa, vjedhja e varseve, celularëve apo çdo formë tjetër e vjedhjes që realizohet në formë të dukshme. Referuar statistikave zyrtare nga prokuroria dhe policia, vihet re një tendencë në rritje progresive e numrit total të vjedhjeve dhe një rënje e rasteve të zbuluara nga organet ligjzbatuese. Në këtë video të siguruar nga Investigim Pikal, përshfaqet një nga metodat e vjedhjeve që ndodhin në lokalet apo restorantet e kryeqytetit. Në vitin 2012, delegacioni policor kanadez, i cili duket në anën e majtë të pamjeve filmike, pasi ka përfunduar një takim zyrtar në Ministrinë e Brendshme, është ulur në një prej restoranteve të Tiranës, ku pas disa minutash, 2 persona i kanë grabitur pa dhunë. 2 autorëve ende të paidentifikuar nga policia ju është dashur 15 minuta për të kryer vjedhjen. Fillimisht ata janë ulur në tavolinën në cep, ku njëri prej tyre ruan, ndërsa tjetri nëpërmjet mëngës së gjupit të tij kontrollon në xhaketën e shtetasit kanadez. Duke mos gjetur asgjë, 2 personat zhvendosen në tavolinën tjetër, në mënyrë që të kenë lehtësi për të kontrolluar tek kreu i delegacionit kanadez policor. Dy personat arrin të marrin portofolin dhe më pas të largohen menjëherë nga lokali, të pashqetësuar dhe të papikasur nga askush. Vjedhja u konstatua më vonë dhe pas denoncimit në polici u arrit të provohej nëpërmjet pamjeve të kamerës së sigurisë mekanizmi i vjedhjes së 2 autorëve. Benet Koka, ekspert i çështjeve policore, bën një tablo të përgjithshme të profilit të autorëve të vjedhjeve të hapura. Ajo që vlen për të përmendur është që këto krime ndahen në disa shpeshherë në krime të thjeshta, individuale, ndonjëherë duket në thonjza sikur janë dhe krime të organizuara. Kjo për vetë faktin sepse ka dhe grupe të tilla të mirëfilla që merren me këto vjedhje, që është i përbërë nga 3-4 persona, ku ka një, si thua, në formën e një lideri, i cili qëndron në krye dhe merret në thonjza me menaxhimin e këtyre personave, ka, si të thuash, ekzekutorët ose ata që merren në terren me vjedhje të konkrete, kanë persona të cilët i financojnë. Dhe po ta shikosh në këta aspekta duket sikur janë të mirë organizuar. Ka dhe vjedhje individuale, problematike më shumë nga të gjitha janë precedenti personave të cilët janë përdorues të drograve, të çdo lloj droge, të cilët e kanë të vështirë të sigurojnë drogën e tyre dhe janë të detyruar në terren të kryejnë këto vepra ose krime të hapura, vjedhje të hapura që janë për të siguruar shumat e parave për të blerë. Sipas Kokos, ka nevojë për një eficiencë më të madhe të gjithë institucioneve ligjzbatuese. Ashtu siç ka vazhduar në kohë fushata e sensibilizimit, e tillë duhet të jetë dhe më tej. Kjo duhet të shtrihet në çdo nivel, në nivelet të natyrës shkollave fillore, shkollave të mesme, nëntëvjeçare që janë, shkollave, universiteteve, duhet të bërë ditur dënimi që kanë këto vepra penale, faktin që po të bashkëpunohet me policinë është një gjë e mirë për qytetarin, është një gjë e mirë për publikun. Nga krau tjetër, vetë kodi penal, me lëvizjet e fundit që janë bërë nga ana funksionarëve në parlament, domethënë, mund të kishin bërë diferencën e vjedhjeve në tërësi. Patjetër ka nevojë për diferencë. Konstatojmë që trajtohet njësoj nga ana e dënimit në gjykat, apo dhe ngritjes së akuzës nga ana e prokurorit, si ai që vjedh një xhep, që vjedh xhepat, një portofol, si ai që vjedh një makinë që bën 10-15.000 euro apo që vjedh një banesë dhe natyrisht rrezikshmëria është më e lartë kur ti vjedh në banesë. Pra nuk mund të trajtohen njëkohësisht njësoj këto dy. Shërbimi i provës është një hallkë e rëndësishme e cila nuk funksionon më së miri. Nga ana vetë shërbimi i provës duhet rrisi maksimalisht eficiencën, kërkesën mbi kontrollin e personave të cilët kanë dënime alternative. Konstatohet që shërbimi i provës për mendimin tim nuk është eficient në atë pikë sa duhet. Duhet të ketë një bashkëpunim më të fortë me policinë e shtetit. Kjo për motivin e vetëm sepse edhe ata janë të reduktuar në numër,
ndërkohë që mund të sugjeroja një numër më të madh në organigramën që ka vetë shërbimi provës që të kenë mundësi dhe kontrollin terren, përveç atij projektit që është bërë me unazat që mbajnë kontroll, domethënë mbyllëket që mbajnë kontroll. Bashkëpunimi mes seksioneve policore është një tjetër aspekt që mund të rrisë parandalimin dhe zbulueshmërinë. Policia duhet të fokusohet më shumë në drejtim të shërbimeve të hapura dhe shërbimeve të fsheta. Pse e them këtë gjë? Shërbimi i hapur parandalon krimin, shërbimi i fshehtë i cili bëhet me agent gjyqësor, apo dhe qoftë me punonjës patrulle që shpeshherë më përpara është bërë shumë seksione, sektor në policitë shtetit, fokusohen kryesisht te ngjarjet e tyre. Kanë qenë jo të pakta ngjarjet gjatë periudhës karrierës time kur ndodhte që një person i cili për një vepër penale të kryer që mund të ishte një krim i rënd, për shembull plagosje lehtë e tjera, ai kishte qenë person me precedent për vjedhje. Të mendohet që karrierën e tij ai ka nisur nga vjedhja dhe ka përfunduar deri lart që ka qenë krimi më i rënd që ka kryer. Por forma bashkëpunimi i ura midis njëra tjetrës nuk ka pasur. Interaktiviteti mes policisë dhe qytetarëve nëpërmjet publikimit të rasteve të tilla si vjedhja e delegacionit kanadez, sipas Benet Kokos do të rriste reagimin proaktiv dhe ndihmues të publikut për identifikimin e autorëve në vepra të ngjashme, një model ky i suksesshëm i policisë amerikane. Personalisht, mendimi im është që nuk ka absolutisht asnjë gjë të keqe përderisa nuk prek hetimin, përderisa nuk keni informacione për të identifikuar një person, përderisa nuk disponohen të dhëna, përderisa vazhdohet kuturu me informacione në tërësi ku inspektorët, punonjësit e policisë gërmojnë, kërkojnë dhe nuk kanë të mundur zbardhjen e një ngjarje, pse mos të publikojnë? Ishte ky rasti që publikua kamerat e sigurisë, domethënë ngjarja me Viktor Gushin, edhe u bëri të mundur dokumentimin e ngjarjes nga një qytetar i cili erdhi dhe zbardhi ngjarjen. Si të tilla, për mendimin tim, absolutisht duhen vënë në dispozicion medias, vetëm media nuk duhet keq përdori këto pamje filmike dhe media nga krau tjetër nëse i merr këto pamje në format e veta, mirë do ishte të konsultohesh me policinë ose me prokurorinë që gjërat që kanë të bëjnë me sekretin e hetimit nuk kam pse dalin në shesh. Gjërat që kanë të bëjnë me sekretin e hetimit mund të jetë një target fiksuar në vend ngjarje që nuk mund të dalë, por nëse një person është me maskë dhe nuk ka asnjë të dhënë për të, pse mos të dalë? Dikush mund ta identifikojë nga sjellja, nga karakteristikat, nga veshja, statura e lartë që ka e të tjera. Sipas statistikave nga Policia e Tiranës për 6 mujorin e parë të vitit 2014, në total për vjedhjet e biznesit janë evidentuar 259 vepra penale, zbuluar 125 ose 48% e tyre, me 99 autor të proceduar, dhe krahasuar me korrik dhjetorin e vitit 2013, janë 89 vepra penale më shumë. Për vjedhjet me dhunë, në total janë evidentuar 79 raste, zbuluar 46 ose 56% e tyre, me 39 autor të proceduar. Krahasuar me periudhën janar-qershor 2013, janë 4 vepra penale më shumë, dhe krahasuar me korrik dhjetor 2013, janë 6 vepra penale më shumë. Në analizën e riskut të policisë, konstatohet se personat të cilët aktivizohen në këto lloj vjedhjesh janë shtetas adult, me precedent të mëparshëm dhe me përvojë në këto vepra. Zakonisht, autorët veprojnë duke kërcënuar me thik apo me armë të dyshuar. Ka raste kur autorët largohen me motor me shpejtësi nga vendi i ngjarjes.